Teksa jemi në muajin e fundit të stinës së dimrit, kohëra e krahasitjes së pemëve frutore dhe hardhisë është tani, ndërkohë që fermerët duhet të bëhen gati për këtë proces. Përgjegjësi i ekstensionit bujqësor në Madh Dritan Pjeçi thotë se fermerët mund të marrin konsulencë nga specialistët e sektorit publik, por edhe privat. Nëpërmjet strukturave shtetërore, fermeri është pranë përballë alternativës për të marrë eksperiencë, konsulencën bujqësore nga specialistët që punojnë në shtet, që është detyrimi shtetëror. Janë të lirë të marrin konsulencën tek sektori privat, te specialistët privat, siç janë to kryesisht farmacitë e inputeve bujqësore, ku edhe ato ofrojnë shërbimet kësaj natyre, gjithashtu edhe shkëmbejnë eksperiencat me njëri tjetrin. Kuptoj që fermerët shqiptarë kanë eksperiencë, edhe matjanët kanë eksperiencë goxha në bujqësi, e shkëmbejnë këtë eksperiencë edhe në migracion ku shkojnë e punojnë, e tjera. Domethënë që është i zgjidh problemi i konsulencës në fermerëve, që u jepet fermerëve. Ne si specialistë e ekstensionit bujqësor operojmë, që ta qartësoj, operojmë me fermerët e kontaktit. Dhe fermerët e kontaktit në radhë parë janë fermerët potencial. Që ne në çdo zonë, në çdo fshat ka fermer potencial. Jo se janë përjashtuar fermerët e vegjël, që i konsiderojmë ne ferma mbi jetese. Nuk janë të përjashtuar, por kryesisht ne operojmë me fermerët potencial, që numri i fermerëve potencial në rreth e madhe të vijë nga 300-400 fermerë, nga 11.000 që janë gjithsej teorikisht në fermerë që kanë pronësi toke. Nga ana tjetër, Pjeçi shton se krahasitja e hardhisë apo pemëve frutore në këtë periudhë ndikohet nga disa faktorë, siç është lartësia mbi nivelin e detit, varieteti i rrushit apo pemëve frutore. Si thash edhe më parë, ne operojmë me bazën e një plani veprimi, dhe plani veprimit është edhe hartimi i programeve që bëjmë ne dhe detyria rajonale e ekstensionit lidhje me shërbime si mas kulturave. Dhe ne ofrojmë konsulencën tonë në takimet individuale me fermerët, në trajnime, në seminare që organizojmë, në këto thashu me fermerët në përgjithësi, por sidomos me fermerët e kontaktit, për t'i sqaruar, sidomos fermerët e rinj, që nuk kanë eksperiencë pune, me agroteknikën e kulturave. Për shembull, në rastin tani, shërbimet kryesore në frutikulturë janë krahasitjet, ku këto janë sipas zonave, për shembull në njësinë administrative Burrel për efekt kushteve lartësisë mbi nivelin e detit, toka e tjera është tani faza bile i ka kaluar çik për efekt nga që nuk ka mbajtur edhe kohë, ka mbajtur lagështirë, krahasitja e hardhisë. Se po ta shohim tu, shohim që kanë filluar fryrja e sythave tek hardhia. Dhe ne në to takimet që bëjmë, mësojmë, japim konsulencë fermerëve se si krahasitet, format e krahasitjes, çfarë shërbime tjera duhet i bëj pas krahasitjes, siç janë përdorimi i pesticideve, kryesisht lëngu bordoles, guri i kalit, për disinfektimin edhe të plagëve, por edhe për marrjen e masave paraprake për luftimin e bazës dimrore të vrugut dhe kryesisht vrugut dhe të kalbëzimeve. Zonat ndryshme kuptoheshin sipas lartësisë mbi nivelin e detit, ekspozicionit tokës, ku është kjo pentoria ose vreshti, kuptohet që fillon në ditë të caktuar. Pentorët e vreshtë që janë me ekspozicion nga veriu vinë më vonë, sepse temperaturat aty asaj toke, asaj ambienti janë më të ulta se sa në një tokë që është ekspozicion me ekspozicion nga jugu. Për shkak të ndryshimeve klimatike që kanë ndodhur vitet e fundit, drejtori i ekstensionit bujqësor Mat këshillon të gjithë fermerët të shtyjnë sa më shumë krahasitjen në mënyrë që të minimizohet dëmi nëse do të ketë ngrica gjatë muajve të pranverës. Një nga këshillat që japim ne, duke ju përshtatur kohës, duke ditë që në to vitet e fundit po mbajnë ngrica pranverore, të cilat siç ishte edhe vitin e kaluar, që u dëmtuan shumë frutikultura, edhe vreshtat u dëmtuan. Dhe ne po rekomandojmë fermerët që edhe ndërhyrjet në krahasitje, përpiqemi që t'i bëjmë sa më vonë, duke i paraprirë dhe duke e pranuar dhe dëmin që mund të marrim nga humbja e lëndëve ushqyese, sepse fillon aktivizimi i bimës, për arsye që t'i paraprim dëmtimin nga ngricat e vona. Që po të shohim pavarësisht si ka lënë koha, se ka mbajtur lagështirë, po fermerët kanë filluar krahasitjen vonë edhe duke i paraprirë këtij fenomeni që u bën vitet e fundit që po na dëmton.